Nëse do të pyesësh sot në përmalet e Drenicës apo në për fshatrat e Mirditës, shumë pleq do të tregojnë të njëjtën histori, por secili në versionin e vet. Njëri do të thotë se Azem Bejta e vrau Zef Kolndokën në tradhti. Tjetri se ishte çështje nderi. Një fjalë e rëndë që nuk durohej në atë kohë. Dhe kështu për dekada me radhë, një këngë popullore e ruajti këtë përplasje mes dy burrave që se njihnin frikën. Por që historia i përballi si armiq. Kush kishte të drejtë? Dhe pse Azem Galica, trimi i Drenicës, vrau Zefin e vogël, djalin e Mirditës. Para se të futemi në këtë ngjarje që për dekada ka ndezur debate në çdo kuvend burrash, shtypni butonin e pëlqimit dhe abonohuni në Histori Epike. Ne sjellim histori që librat i kanë harruar, por që kënga popullore i ka ruajtur me shpirt. Kënga popullore shqiptare nuk është vetëm melodi e lahutës. Ajo është një arkiv i gjallë i historisë kombëtare, që kaloi gojë me gojë, brez pas brezi. Përmes rapsodëve që nuk mbanin libra, por mbanin kujtesën e një kombi të tërë. Në këtë kujtesë, një natë e ftohtë në Shkodër, rreth viteve 1920, do të bëhej arenë e një ngjarjeje që do të trondiste të gjithë veriun shqiptar. Në një konak, ku ishin mbledhur krer e bajraktar, ndodhej edhe Azem Bejta, i njohur si trimi i Drenicës. Bashk me Zef Kolndokën, që kënga e quan Zefi i vogël. Të dy ishin burra që njiheshin për trimëri, për nder dhe për fjalën e dhënë. Por, sipas këngës, një fjalë e papeshuar e prishi këtë nder burrash. Zefi, mes gazit e Krushqisë, kishte treguar me krenari se kishte marrë dynuse brenda 2 javësh. Dhe se qiken bashkë me nan e kishte marrë nga një fshat musliman, të Katunit, të venit të parë. Një fjalë që në dukje e thjesht, në atë kohë nënkuptonte një fyerje morale, sidomos në mesin e burrave që jetonin sipas kodit të nderit. Kënga thot: Azem Bejta o mirë po ingon, si ke rat në uqoj kan kam. Zoti u vraft o bajraktar, qysh po keshni me këtë fan, o erzin ton për goj tu e marë. Azemi që njihej si mbrojtës i moralit dhe i nderit të gruas shqiptare, u ndjej fyer nga ajo fjalë që i binte poshtë dinjitetit të burrërisë. Në atë moment, ndoshta as vetë Zefi nuk e kuptoi se fjala e tij do ta çonte drejt vdekjes. Sipas këngës, Zefi u ngrit, e bëri be Pasha Krishtin dhe tha se do ta mbante mend këtë fjalë. Dhe e vërteta është se burrat e asaj kohe nuk e linin fjalën pa e kthyer me pushk. Vetëm 30 ditë më vonë, në Vaut Spaqit, 2 trimat u përballën sërish. Kënga thot: Në Vaut Spaqit o janë zatet, Zefi i vogël o me shok të vet, krisi pushka e Azemit, në birë të veshit o janë gjetë Zefit. Dhe aty në atë përballje të shkurtër e të përgjakshme, Zefi i vogël bie i vrarë. Ndërsa pushka e Azemit bëhet lajm në gjithë Shqipërinë. Në Drenicë këndohej se ishte hak për nderin e fyer. Në Mirditë thuhej se ishte tradhti. Historianët nuk kanë dokumente të qarta për këtë ngjarje. Disa e shohin si konflikt personal, të tjerë si konfrontim mes 2 traditash.
asaj të maleve të Kosovës dhe asaj të Mirditës. Por kënga popullore e ruajti me kujdes narrativen e vet, se Azem Galica e vrau për nder. Jo për hakmarrje, as për pushtet, as për urrejtje. Në të vërtet, për apsodet e kohës Azemi ishte simbol i trimërisë dhe çdo veprim i tij lidhej me moralin dhe burërinë. Prandaj në tekstet gojore të ruajtura në Drenicë, thuhet se Azemi s'kishte tjetër zgjedhje. Sepse fjala e rëndë ishte e patolerueshme për kodin e asaj kohe. Ndërsa në Mirdit shumë këngë përshkruajnë Zefin si aslan me besë që u vra në pabesi. Ky është momenti ku kënga popullore bëhet më e vlefshme se dokumentet. Sepse ajo ruan emocionin dhe ndjesinë e kohës, jo vetëm faktin e thatë. Në të vërtet, historia nuk është gjithmonë bardhë e zi. Ndoshta të dy burrat kishin të drejtën e tyre, secili në mënyrën e vet. Njëri mbrojti nderin sipas besimit të vet moral. Tjetri foli me krenari sipas zakoneve të vet krahinore. Por një gjë është e sigurt. Ajo natë në Shkodër dhe ajo përballje në vaun e Spaqit mbetën për jetë në këngë dhe përmes saj ne sot mësojmë jo vetëm për vrasjen e Zefit, por edhe për nderin, besën dhe burrnin që dikur ishin themeli i identitetit shqiptar. Tani pyetja mbetet për ju. A mendoni se Azem Bejta kishte të drejtë, apo ishte kjo një vrasje që s'mund të justifikohet me nderin e kohës? Shkruani mendimin tuaj në komente. Dhe mos harroni ta shpërndani këtë histori që është ruajtur vetëm fal këngës dhe kujtesës popullore. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.